Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa'lam, mënyra ordinore, dije, mos dysha, bano krenar, dije, se këtë bota me bo mu mledh me çka kanë ta gjin e insan, prej të pari deri te i fundit, prej ma të vogli deri te ma i madhi, prej ma të forti deri te ma i dobti, prej ma të mençuri deri te ma pak i mençuri, prej ati i cili din me bo hile dhe ati që s'din me bo hile. Kush do qoft ai, çdo krijesë e cila ka shpirt, çdo krijesë e cila ka jetuar, jeton apo do të jetojnë të ardhmen. Nëse mbledhen me të bën ty një diçka të mirë, kret bota nuk kanë me bë mirë vetëm asaj që ta ka shkruar Allahu xhaleshanuhu në qiell. Dhe dije se kret që ta çoj përmendëm, ata që i dim, ata që si dim, ata që na kujtohen, ata që na kujtohen, ata që kanë mujt me jetu para neve, dhe ata që janë të jetuar s'po i dim tash, po ata që kanë me lind mas nesh. Deri në kiamet nuk e dim sa bota ka me qindrua me jetu mas neve. Kret me bo mu mbledh. Me dash me ta bo një të keqet të cilën Allahu xhaleshanuhu nuk e ka shkru për ty, nuk mujnë me ta bo. Jeto me këtë bindje. Mos jetuj vetës burr nëse nuk jeton me këtë bindje të lidhur shpirtin ton me Allahun xhaleshanuhu. Ti dush me ashit shpirtin Zotit xhaleshanuhu. Ti dush me jetu për Allah, me kry ibadetet me bindje, me kry ibadetet me nënshtrem. Ti nuk jeton me frikën asnjë njerit.